të nderuar zonja e zotëri, LDK-ja nuk sheh asnjë kuptim në debat sot, kur mandatari në fillim e pranon se s'ka shumicë. Dhe nga këtu rrjedh dhe logjika bazike e seancës së sotme, se këtu nuk po votojmë një ligj të zakonshëm, këtu sot do duhet linte thelbi i vetë demokracisë, pra mazhoranca politike. Dhe nga mazhoranca më pas dalin dhe vendimet madhore për Republikën e Kosovës. Dhe në këtë mungesë njohje bazike të arsyes se pse jemi mbledhur sot, dëgjuam në vend të ekspozes për asaj që do duhet të ishte qeveria e ardhshme, një përmbledhje pune bukur fiktive, por të cilin e kemi kryer në legjislaturën e kaluar. Tani jemi në legjislaturën e re. Tani së paku duhet kishim minimalisht dinitet. Dhe dinitetit na vi në formën shqipshe, burrore, si që themi ne, të pranoj se i kam apo si kam numra, si që kam deklaruar tash e 8 muaj. Mungesa këtij dinitetit të dashur deputet, dashur qytetar të Republikës Kosovës, ka sjell në shkelje të pa imagjinueshme, plot 48 herë të Kushtetutës Republikës Kosovës. Mungesa këtij diniteti, dashur deputet e qytetar të Republikës Kosovës, ka sjellur situatën në cilën një deputet është edhe kryeministër, një deputet është edhe ministër. Përkundër vendimit Gjykatës Supreme, ne kemi uzurpator në detyrë në qeverinë e Republikës Kosovës. Mungesa e dinitetit politik, pra pranimit të aktit të vetëm, të thjesht, logjik, se nuk kam numra, nuk është fundi i botës. Për 8 muaj kanë mbajtur Kosovën të bllokuar me arsyetime të ndryshme mbi një qeveri që se kanë me numra, se kanë me mbështetje as sot. LDK nuk sheh arsye për debat, LDK nuk do të bëj debat, LDK s'do të dëgjoj asfarë asnjë debat. Na keni thënë numrat e kemi, na keni bllokuar për 8 muaj një shtetëtar, urdhëroni matën e vetën me numra demokratik nga kjo legjislaturë. Çdo arsyetim tjetër është dërgesë drejt zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, tek të cilat po shkojmë si duket të gjatë. Ju falenderoj gjithëve.